Sot me dy korrik, historia dhe kujtesa takohen. Një datë që simbolizon lindjen e aspiratës sonë shtetërore, bëhet edhe dita kur Klina përjeton në bronz njeriun që u bë fytyra e saj aspirate, presidentin Ibrahim Rugova. Është një përkim që jep kësaj ceremonie një domethënie edhe më të thellë. Sot, në zemër të Klinës, ne nuk zbulojmë vetëm një shtatore, por ngrisim një simbol kujtese, respekti dhe mirënjohje për një njeri që la gjunë të thella në historinë e Kosovës. Doktor Ibrahim Rugova ishte një figurë e vizionit, e urtësisë, e besimit në rrugën e dialogut, lirisë e demokracisë. Kjo ditë është një kujtesë për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë. Prandaj, faleminderit shumë që e një pjesë e këtij momenti të veçantë për Klinën, por edhe për Kosovën. Të nderuar pranishëm, çdo qytet e nderon historinë e tij, kur ditë vlerësojnë njerëzit që kanë lënë gjurmë në fatin e një kombi. Sot është një ditë që i shtohet kujtesës së qytetit të Klinës, por edhe historisë së Kosovës. Është dita ku nderimi për një figurë të shquar shndrohet një simbol që do të mbetet për brezat që vinë. Fjalën e parë të kësaj ceremonie do ta ketë një koqiri këtij organizimi, kryetari i komunës së Klinës, zoti Zenon Elezaj, nën patronatin e të cilit mbahet edhe ky organizim. Zoti Elezaj, fjala për ju. Mirë se keni ardhur në Klinë, në këtë ngjarje të veçantë në zbulimin e shtatorës së presidentit historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Sot është një ditë e rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe për komunën e Klinës. Data 2 korrik do të mbetet për herë gdhendër në historinë tonë kombëtare si dita e deklaratës kushtetuese të Kosovës. Akti politik e juridik që shpreh vullnetin e popullit tonë për liri, demokraci dhe shtetësi. Nga sot për Klinën kjo datë do marrë dhe një domethënie të re, do ta kujtojmë edhe si ditën kur në zemër të qytetit u përjetësua në bronz presidenti historik doktor Ibrahim Rugova, njeriu që me urtësi, vizion dhe përkushtim e berri ëndrrën e Kosovës të dëgjojë në tërë botën. Sot Klina bëhet më e bukur, jo vetëm sepse po pasurohet me një vepër monumentale, por sepse po fiton një simbol të kujtesës, identitetit dhe vlera mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë. Ky vend që mban emrin Sheshi Ibrahim Rugova, nga sot do të jetë vend kujtese, reflektimi dhe edukimi qytetar. Do të jetë një vend ku gjeneratat e reja do të ndalen për të njohur, përkujtuar dhe kuptuar me thellë kontributin dhe veprën e presidentit Rugova. Kjo shtatore që sot po përrohet është një shenjë respekti dhe mirënjohje për një burr shteti që në kohët më të vështira zgjodhi rrugën e mençurisë, dialogut dhe rezistencës paqësore. Presidenti Rugova e vendosi Kosovën në hartën politike të botës demokratike. Ai ndërtoi ura besimin me mes ndërkombëtar dhe mbolli tek qytetarët tonë bindjen se liria dhe pavarësia janë të arritshme kur udhëhiqesh me vizion, durim dhe dinitet. Në emrin tim dhe qytetarëve të komunës së Klinës, shpreh mirënjohjen më të sinqertë për donatorët, zotin Marian dhe Ilir Cubi, të cilët mundsuan realizimin e kësaj shtatore, një kontribut me vlerë të veçantë për kujtesën tonë historike dhe për pasurimin e hapësirës publike të qytetit tonë. Është dëshmi se respekti për figurat që ndërtuan Kosovën nuk është vetëm detyrim institucional, por edhe përgjegjësi qytetare e kombëtare. Le të qëndrojë kjo shtatore këtu në Klinë si kujtesë e përhershme se figurat e mëdha nuk maten vetëm me kohën e të cilët jetuan, por me gjurmën që lanë në ndërgjegjen e një kombi. Dhe presidenti Rugova ka lënë një gjurmë që nuk zbehet. I përjetshëm qoftë kujtimi për presidentin historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Faleminderit shumë. Gëzuar dita e atës kushtetuese dy korriku, prej këtu ju urojmë, i falenderojmë, ju shprehim mirënjohje të gjithë përfaqësuesve të popullit të kësaj dite, kudo që janë ata që janë gjallë, e brezave që ishin bashkë në atë kohë, njëkohësisht gëzuar 250 vjetori i pavarësisë Amerikës, jemi me fat edhe në Kosovë. Dhe shtatorja e presidentit historik, doktor Ibrahim Rugova, Klinë e Kosovë, njeriu që na përfaqëson në vlerat tonë, të etapave në për cilat kemi kaluar,
edhe unë, drezh bashkëluftar, luftari UÇK-s, e kanë nderin pra të përullën, të shpreh nderimin për veprën e çorit president Rugova. Në vazhdimsi shqiptarët kanë me umgur me veprën, me angazhimin e çorit, me kontributin, me punën e madhe që ka bërë, që Kosova e shqiptarët të arrijmë deri këtu, edhe do të na ndihmon në rrugtimin tonë të matem. I presim kujtimin për presidentin Rugova. Po ta dëshirë që veç të ndojnë një kujtim që ka pos presidenti gjithmonë për Klinën, si një qytet që e ka dorë shumë, edhe soherë kemi kalu kënej ka Klina, gjithmonë e ka përmen që Klina meriton të jetë kryeshteti i Republikës Kosovës për shkak pozitës strategjike që e ka. Përmen që gjithmonë është tokë e posën si që shka do shkrejt Kosovën presidenti, po Klinën e veçenke, se të ke është tokë e posën, ka ujra shumë, edhe ka pozitën e mirë që me konë kryeshteti i Republikës Kosovës, sa që më vjen mirë që sot përmendorja ati do të jetoj për gjithmonë këtu. Ju faleminderit, urime edhe një herë. Këtë privilegje pata së bashku me babën tim, Marjan Cubi. Soja atë ku ishte kujtari i degës në dëkës për New York, Jersey dhe Connecticut. Ishte njerë dhe veçantë të katërbaj koft edhe modesisht në misionin e presidentit Rugova për të barë në njohër qestin e Kosovës para botës. Krenaria ime maja madhë ishte se jam i biri një burë të e pati fatin që ishte mik i afërt e presidentit Dr. Ibrahim Rugovës. Përkushtim të jashtëzakonshëm e kemi bërë për krimin e shtutorës të Rugovës. Shpresoj që gjithëve do t'ju pëlqej. Falenderoj familjen Cubi, edhe komunën e Klinës, të kontributin dhe mbështetjen që kanë bërë për të realizuar një vepër, sepse një skulptor nuk mund të realizojë diçka për shkak të buxhetit, pa e pas një mbështetje institucionale edhe buxhetore. E falenderoj edhe kolegun Agronin, Agron Blashorin, edhe gjithë juve. Faleminderit.